Batuse dhe bince, por tash ka është koha, këto 4 vite tashme, votuesit e ti mas pari kanë me lyp rezultate konkrete në teren, përmisimin e jetës. Po thusi së është i gatshëm për rezultate konkrete dhe kam i ikë përgjësis? Apo ka dojme zjo politikën dhe përgjësit që i ka marrë një respekt madhë për Zontin Kurti, krejt jetën e ka sakrifiku për Kosovën, por me këtë ekip, me këta njerës, absolutisht kur gjë nuk ka me bo. Nëse ai nuk e zgjeron ekipën, nëse nuk merë profesionista qoftë edhe pe partive opozitare, nuk ka me mujt proceset me i shty për para. Përndryshe unë e kom edhe një vrejtje që në teren është shumë maj dopë se sa në biseda, në analiza që po i banë. Zoti Koci, e përmene thatë që Zoti Kurti nuk është interesum një farformë me bërë qeverim, por përgjësia dhe faje gjithëherë ati që e ka shumicën. A ka me përdor pikrish vendimin e gjykatës kushtetuese për ashisin si argument mu largun nga përgjësia edhe nga faj. Të ditë që Zoti Kurti me njerë mas qeverisës vitin e parë, mas e ka në intervjistën e parë si kryeministër, e akuzon gjykatën kushtetuese, thotë që është ajet cila për manë vullnetin e poplit e votën tonë, të një sprej betingut, zyres për kondisimin e pasurisë pa justifikueshme, thotë që opozita po bashkëpunon me gjykatën kushtetuese, krejt interprejnë, a mund ta krijojnë narrativ e cila e largon nga përgjësia për vendimin e gjykatës kushtetuese? Narrativën mundet me kriju, e ka një aftësit jashtëzakonshme me kriju kësi lloj narrativesh, por po thëmë prapë, në fund qytetari ka me thonë, ndash blokat, ndash pa blokat, ndash me narrativ, ndash pa narrativ, na prej te ty të kemë zgjedh me na i zgjedh problemet. Edhe une, personalisht, e kom 2021 e kom votu për një me kom pas qef me ardhë në pushtet dikush tjetër, me tentu me ndryshu gjendjen shoqni. Po jo me ardhë ashtë një person i cili komplet kretë një struktur personifikohet veç me njeri. Unë jam i bindu që Albin Kurti me dalë prej vetëvendosja bjen nivelin e nismës. Kreti ka centralizuar rreth vetës. Po thuç që Albin Kurti me dalë prej vetëvendosjes? Bjen nivel të nismës. Vetëvendosja është Albin Kurti. Tash, komplet edhe qeveria është e bazume në to si një individ. Pa dyshim është djali Zoti, edhe une e besoj që është edhe i ndershëm, po nuk po mundet, proceset nuk po shkojnë për para, e sidomos nuk po mundet me këti natin që e ka se ne jemi shoshni për sëris. Qa po të në Zoti Kurti? E konsensus. Marën e krejt, është konsensus, edhe kushtetuta e ona është marru me mbi kompromis në konsensusin. Qa po të në Zoti Kurti? Kontrollim total? Mundet me qenë njëna prej arsyve, por unë besoj dhe tash e ka kuptu që nuk mundet me qenë, nuk mundet me kontrolu shoshnin, se dhe njësë që në miqti nuk e lejen. Nuk e lejen edhe armisht. Fryma në shpinë që thënë kjo thënja detare ati i ka ecë shumë mirë, për shkak se opozita shumë e dopë. Se opozita me mu pas bashku verës në protest, me bloku parlamentin nuk ishë marrë në këtë situatë. Ma shumë kanë akuzu t'ju opozita sa pushteti. Po jo, unë e kom një shumë mirë vetën, kur Daut Haradina im ka thonë ti je njeri Albin Kurtit, e njerës të Albin Kurtit im ka thonë ti je i opozitës. Kështu që, kur dy palë të sulmojnë, qashtu është, pajtona, e din të që je në rrugë mirë. Në rrugë mirë. Tjetër është që populli jonë është populli cili është mësu mos me protestu, mos mu anku, edhe ende s'ka ardhe pika kritike se dikur ka me ardhë, edhe ka me pas një reagëm, jo vetëm ndaj Albinit, po ndaj gjithë edhe ndaj opozitës, që nuk kanë reagu me kohë. Koc, a duhet me qenë Vjosa Osmani president e venit? Këto le ta vendosin politikanë nërmet veti, ata kanë ardhë, ata në këtë pozit nga kanë pru neve, une, personalisht nëse mu më pytë, une nuk besoj që e ka me u bo. Nëse e bojnë, nuk e ka mu në problem, se asë një situatë politike... Se nuk beson? Se raportet e tila po shifën që nuk ka mu zgjedh, dhe ta shtë ishe bisedu pak, na do të deri me 4-5 mars me vendos këtë qashe, 30 dit me herës do të mu ditë presidenti. Kështu që gjasat janë reale që ne shkojmë prapë në zgjedhje. Po prapë edhe pas zgjedhjeve cilë është rezultati, prapë pa koncesion, pa kompromis nuk mundet mu zgjedh presidenti, se përcakton shumë qarë gjykata kushtetuese. A duhet me ronë këtë loj opozita? A duhet me votu opozita në këtë rast kandidatën e Zotit Kurti? Jo, në këtë loj po bjen votusi, ne po bim këtë loj që po i lejëm në këtë formë. Se këta e kanë mirë. Si pozita, si opozita, mos kujtoni që opozita e ka shumë keq në këtë situatë.
deputet po marrin rroga, si dhe ka rahatu vetën në një forma tjetër, shteti veç po shkon ty sharu të poshte. Jo, a pesheni çfarë komoditeti, unë e kuptoj komoditetin e pushtetit, e pozitës, që janë ministrat, infrastrukturën shtetërore, e përdorin që militantat me i ponsu marrin rroga, po opozita qështu, me qenë komod, po opozita po sillet si me qenë pozit, që janë të kretë radjan. Koc, a besën si zoti Kurti mundet me bë kompromis dhe me zgjedh një president në aspektin konstitucional me gjithë opozitën? Unë kisha pas si njëri që performon politikisht, edhe që kemi pasur 5 vjet në Sibej. Unë një personalisht, Albin Kurtin, unë ende besoj që ai ka kapacitet për kompromis edhe çdo burgshtetas duhet me pas një dozë të kompromisit në vete kur është në pyetje interesi qytetarit Kosovës. A ka Kosova një intelektual që është mbi palët? Kushtetuta përcakton shumë mirë presidentin, ata merr menja, se tash këtë po dalin emra, s'po veti për emra, pa beson që ka. Unë besoj që ka njerëz, neve që ka na duhet, si kryeministër, si